Një pyetje nga një demokrat se kush nga të dy ka mbështetjen e George Sorosit ka përplasur në të parën përballje publike në garën për kreun e Partisë Demokratike, Lulzim Bashën dhe Eduard Selamin. Në një takim me dyert të mbyllura në Korçë, pa kurfar transparencë dhe ku mediat nuk janë lejuar të filmojnë përballjen mes dy kandidatëve, një burim i ka treguar televizionit Klan se të dy, si Selami ashtu edhe Basha, e kanë mohuar të kenë mbështetjen e miliarderit George Soros. Selami mësohet këtë thënë se nuk ka qenë asnjëherë njeriu i Sorosit, pasi është republikan në bindje, ndërsa ka pohuar se bashkëshortja e tij prej disa kohësh është drejtuese e bordit të Fondacionit Soros në Tiranë. Selami ka deklaruar se George Sorosin e ka takuar vetëm një herë dhe atëherë me kërkesë të Lulzim Bashës, i cili sipas tij ka studiuar në Hollandë me bursë të siguruar nga Soros. Basha ka hedhur poshtë si të pavërtet këtë deklaratë të Selamit, por ky i fundit e ka sfiduar, duke i thënë se në rast se ky fakt nuk është i vërtet, atëherë ishte i gatshëm të dorëhiqet nga gara, por nëse ai provon të kundërtën, atëherë duhet ishte Lulzim Basha që duhet të tërhiqej nga kandidimi. Pas kësaj deklarate të Selamit, kryetari i ngrirë i Partisë Demokratike ka zgjedhur të heshtë, duke mos bërë asnjë koment.